Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të nderuar vëllezër dhe motra, mirë se erdhët në programin ton të bukur të Ramazanit. Në emrin tim dhe në emër të gjithë nxënësve të dy mektebeve, të Xhamis Haxhi Sabri dhe Xhamis Karshijaka, ju urojmë muajin e bekuar të Ramazanit. Në ditën e parë të këtij muaji, për ju, nxënësja e mektebit do të flet për vlerën e muajit të bekuar të Ramazanit. Atëherë, pyetja për ty është: cila është vlera e muajit të Ramazanit? Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi dhe lavdërimi i takon vetëm Allahut xhaleshanuhu. Ndërsa salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij dhe mbi shokët e tij. Ramazani është një muaj i veçantë, sepse na afron më shumë me Allahun. Në këtë muaj shtohet ibadeti me shira dhe mirësia. Gjatë Ramazanit mësojmë të kontrollojmë veten, të jemi më të durueshëm dhe të sillim më mirë me të tjerët. Edhe pse jemi në moshë të re, përpjekja jonë për agjërim, namaz dhe veprat e mira ka vlerë më të madhe te Allahu. Ramazani na mëson të ndihmojmë të tjerët dhe të falim gabimet dhe të ruajmë gjuhën, sjelljen tonë. Ky muaj na kujton se besimi nuk është vetëm fjalë, por vepra të mira çdo ditë. Prandaj, Ramazani është një mundësi e madhe për t'ju përmirësuar dhe për të dalë prej tij më të mirë se kemi hyrë. Falenderoj nxënësen për këto këshilla shumë të bukura. Mirupafshim në këshillën e radhës. Allahu pa pranoft agjërimin. Ky projekt u mundësua nga Shest Braqa, Elin Build Company, For Us, Gama Gradba, Tes Engineering, Ibro Electric, Don Camilo, La Gondola, Ensar Is, Kai Vujce, Aero Gradba Design, Podofix, Bilbes Gradba Doel, Furra Totaj, Sadik Ibrahimi dhe Orhan Asani. Zoti ju bekoft.